Horoskopi ditor, Enjte, 22 janar 2026, Dashi. Sot mund të ndiheni më të afërt me partnerin tuaj, duke ndarë ndjesi të thella dhe duke gjetur fjalët e duhura për të shprehur ndjenjat. Për beqarët, një bisedë e papritur mund të kthehet në diçka më shumë, ndaj hapni zemrën tuaj. Në punë pritet një ditë me ritëm të lartë, bashkëpunimet do të jenë thelbësore për të çuar përpara projektet. Shëndeti kërkon pak më shumë vëmendje, sidomos pjesën e pasdites, ndaj mos e neglizhoni pushimin. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Një këshill nga një mik do të jetë e vlefshme për vendimet e ardhshme. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nëse ndiheni të mbi ngarkuar. Demi. Marrëdhëniet familjare marrin një rëndësi të veçantë sot, ku mund të lindin diskutime të sinqerta që sjellin afërsi. Mund të ketë keq kuptime dhe duhet të përqendroheni tek ndjenjat e vërteta që ju bashkojnë. Në ambientet e punës, një detyrë e re do të sfidojë aftësitë tuaja organizative, por do t'ja dilni me sukses nëse ruani qetësinë. Shëndeti është i mirë, por është koha të mendoni për një regjim të ri ushqimor. Financiarisht, një pagesë e vonuar më në fund të mbërin duke sjell lehtësi. Kujdesuni të mos e teproni me blerjet impulsive. Dita është ideale për t'u fokusuar në planet tuaja afatgjata. Binjakët, jeta sentimentale merr hov gjatë një surprize të këndshme që do t'ju vijë nga partneri, duke përforcuar bashkimin tuaj. Beqarët do të kenë shanse për njohje të reja, veçanërisht nëpërmjet miqve të përbashkët. Në punë, një projekt i lëmpasdore kërkon rikthimin e vëmendjes suaj dhe mund të sjellë rezultate të papritura por pozitive. Shëndeti është i mirë, por kushtojini vëmendje aktivitetit fizik për të mbajtur energjinë. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por mund të merrni një pozicion interesant në jetën tuaj. Mbajini syt hapur për mundësi të reja, mos i lini pasdore detajet në dokumentacionin financiar. Gaforia, komunikimi me partnerin mund të jetë paksa i tensionuar sot, ndaj përpiquni të jeni të kuptueshëm dhe të hapur për kompromis. Për ata që janë vetëm, një takim i rastësishëm mund të ndezë interesin tuaj, por mos nxitoni në vendime. Në punë, vlerësime që merrni nga kolegët do t'ju motivojnë të vazhdoni të përmirësoni performancën tuaj. Kujdesi për shëndetin mendor, pasi stresi mund të ndikojë në humorin tuaj, duhet jetë i lartë. Financat kërkojnë maturi, sidomos nëse keni plane të mëdha për shpenzime. Mund të merrni një lajm të mirë rreth një pagese apo bonusi. Organizoni më mirë buxhetin personal për të shmangur surprizat e pakëndshme. Luani, dashuria sot lulëzon, ku një gest i vogël nga partneri ju bën të ndiheni të veçantë dhe të vlerësuar. Beqarët mund të marrin një ftesë për takime e cila do të sjellë emocione të reja dhe të bukura. Në vendin e punës, një koleg do të ketë nevojë për ndihmën tuaj, duke krijuar mundësi për bashkëpunim afatgjatë. Shëndeti është në nivele të mira, por mos harroni të hidratoheni mjaftueshëm gjatë gjithë ditës. Financat janë të qëndrueshme, por mirë është të shmangni huat apo investime të mëdha për momentin. Një këshill nga familja mund të rezultojë shumë e dobishme. Reflektoni për planifikimin e ardhshëm familjar. Virgjëresha, sot do të ndjeni nevojën për më shumë hapësirë në marrëdhënien tuaj, ndaj shprehni qartë kufit dhe dëshirat. Për beqarët, një takim i papritur mund të sjellë një ndjenjë të re, por merrni kohën tuaj për ta njohur mirë personin. Në aspektin profesional, pritet një përparim i vogël, sidomos nëse e keni punuar fort në javët e fundit. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për sistemin tretës. Financat, është një ditë e mirë për të rishikuar shpenzimet dhe për të bërë plane të reja kursimi. Mund të merrni një ofertë papritur që kërkon vlerësim të kujdesshëm. Mos u nxitoni me vendimet e rëndësishme. Peshorja. Harmonia mbizotron në marrëdhënien tuaj, ku komunikimi i hapur sjell mirëkuptim dhe afrimitet. Beqarët do të ndjehen më të sigurt për të shprehur ndjenjat, duke tërhequr persona të rinj në jetën e tyre. Në punë, një detyrë e rëndësishme do të kërkojë përkushtim maksimal, por shpërblimi do të jetë i kënaqshëm. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos neglizhoni aktivitetin fizik. Financat janë në rritje fal një burimi të ri të ardhurash ose një bonusi të papritur. Një mik mund t'ju propozojë një bashkëpunim të frytshëm. Tregoni të kujdesshëm në menaxhimin e fitimeve.
Akrepi, sot dashuria kërkon më shumë durim dhe mirë kuptim, sidomos nëse partneri juaj është më i ndjeshëm. Për beqarët mund të lind një flirt interesant në një ambient të ri, ndaj jeni të hapur për eksperienca të ndryshme në punë. Do të përballeni me sfida, por aftësia juaj për të zgjedhur zgjidhje kreative do të vlerësohet nga të tjerët. Shëndeti është i mirë, por duhet të shmangni ushqime të rënda për të parandaluar shqetësimet. Financat janë të balancuara, por është koha të filloni të kurseni për një projekt personal. Një investim i vogël mund të sjellë përfitime në të ardhmen. Reflektoni për prioritetet tuaja financiare. Shigjetari, marrëdhëniet romantike janë të ngrohta dhe të qeta sot, me shumë mundësi për të kaluar momente të bukura në çift të parueshme. Beqarët mund të marrin një lajm të mirë nga dikush që i kanë pëlqyer prej kohësh në punë, një kontakt i ri profesional, hapdyer për bashkëpunime të ardhshme. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me lodhjen mendore. Financiarisht, një pagesë e vonuar më në fund vjen dhe ju lehtëson. Këshilloj të bëni një plan të detajuar për shpenzimet e muajit, mos harroni të shpërbleni veten për punën e mirë që bëni. Bricjapi, sot mund të përjetoni debate të vogla në marrëdhënien tuaj, por gjithçka do të zgjidhet me qetësi dhe me një komunikim të hapur. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm me persona të rinj që njohin, pasi jo të gjithë janë të sinqertë. Në punë, një projekt i rëndësishëm kërkon përqendrim maksimal dhe durim. Shëndeti është i qëndrueshëm, por bëni kujdes me lodhjen fizike. Financat janë në balans, por shmangni rrezikun e shpenzimeve të panevojshme. Një lajm i mirë për një përfitim financiar mund të vi pasdite. Planifikoni mirë investimet e ardhshme. Ujori, dashuria është në qendër të vëmendjes sot, ku një bisedë e thellë me partnerin sjell qartësi dhe afrimitet të ri. Për beqarët mund të lindë një tërheqje fortë me dikë nga rrethi shoqëror. Në fushën profesionale pritet një ditë produktive ku do të arrini të përfundoni detyra të rëndësishme. Shëndeti është i mirë, por përmirësohet edhe më shumë nëse përfshiheni në aktivitet fizik në rutinën tuaj. Financat janë të mira, por është koha të mendoni për një kursim afatgjat. Një këshill nga dikush me përvojë mund t'ju ndihmojë. Tregoni të kujdesshëm me shpenzimet e vogla që grumbullohen me kalimin e kohës. Peshqit, sot do të ndiheni më të hapur për të ndarë ndjenjat tuaja duke sjellë harmoni në marrëdhëniet personale. Për beqarët, një takim i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e ditës, ndaj besojini intuitës suaj. Në punë pritet një lajm i mirë që lidhet me një promovim ose detyrë të re. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos anashkaloni pushimin dhe relaksimin. Financiarisht, një mundësi për të rritur të ardhurat shfaqet, por është e nevojshme të analizoni çdo ofertë shumë mirë. Mund të merrni një këshill të vlefshme nga një koleg me përvojë. Planifikoni me kujdes hapat e ardhshëm në të gjitha fushat e jetës.